Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush e llogarit vetveten, do t'i shohë të metat e tij, do të njohë mëkatet e veta, do të kërkoj falje për to dhe do t'i përmirësoj të metat. Ky hadith i Imam Aliut alayhis salam përcjell një mesazh shumë të thellë për vetdijen, për mirësimin moral dhe ndërtimin shpirtëror të njeriut. Me këtë thënie, Imam Aliu nxit që njeriu të llogarisë veten e tij, të analizojë fjalët, veprat dhe qëllimet e tij në çdo ditë. Vetlllogaritja është një pasqyrë që i tregon njeriu të realitetin e vet, jo ashtu siç duket para të tjerëve, por ashtu siç është para Allahut. Kush e njeh veten, thot Imami, ai do t'i kuptojë dobësitë e veta. Vetëm ai që e pranon se ka gabime, mund t'i ndreqë ato. Njohja e mëkateve duhet të pasohet me pendim të sinqert dhe kërkim falje. Kjo tregon vetdije, për ulësi dhe lidhje të fortë me Allahun fuqiplot. Njeriu që e njeh gabimin dhe përpiqet ta ndreqë, është në rrugën e sinqertë të besimit. Kjo është ajo që e dallon besimtarin e gjallë shpirtërisht nga ai që është i plogët në fe. Në kohë krize dhe pasigurie, njeriu mund të humbas fokusin dhe të drejtohet nga jashtë duke fajsuar rrethanat apo të tjerët. Ky hadith i Imam Aliut na kujton se ndryshimi fillon nga brendia e njeriut. Vetlllogaritja, pendimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm janë bazat e bindjes së fortë dhe e qetësisë shpirtërore në çdo kohë.